Mirë, rikthehemi, ora është 12, ne jemi me analizën, me mua në studio është Endri Meksi, mirë se erdhe. Meksi, faleminderit që në studio. Mariglen Kume, si gjithmonë, më asiston, faleminderit Mariglen, nga terreni në studio, në këto ditë të cilat janë intensive me zhvillime, kështu që do ta nis me ty për të treguar pak çfarë spjegati gjatë ditës sot, me sa e fuqishme ishte protesta, skenari dhe shoqërimet. Unë thash pak më herët që ka një luftë që shikoj në rrjetet sociale me reagimet e deputetësh, kush ushtroi dhunë ndaj kujt. Ishte policia e ashpër që akuzohet, ishin protestuesit që qëlluan policinë, është e paqartë të ketë një njoftim, por si e ke parë nga terreni, se njoftimi pas fjala e fundit do thuhet ndoshta. Atëherë, Aida, perimetri i sigurisë nga ana policisë ishte zgjeruar, pa po them, nuk ishte ku ka qenë në dy protestat e kaluara, po ishte më largët. Ajo çfarë u surprizova unë fakt ditën e sotme ishte pritshmëritë e mia ishin që do të kishte më shumë protestues pasi ishte lajmëruar shumë kohë më parë që mund të kishte protest fuqishme masive në aspektin e numrave, po them, por ishin pak a shumë të njëjtat grupime që kanë qenë edhe në dy protestat e tjera që janë bërë përballë parlamentit. Por themi grupime janë qytetarët apo të subjektet të organizuar? Jo, qytetarët po them, por personat të cilët qëndrojnë në krye dhe që bëjnë thirrje edhe në rrjetet sociale për organizim. Pra janë të njëjtët persona. Dhe nuk pash që të kishte atë masivitet siç ndodh çdo darkë përpara godinës së kryeministrisë apo edhe kur bëhet marshimi. Pra, sa i përket pastaj përplasjes, sigurisht ndodh gjithmonë, janë protestuesit të cilët fillimisht duan të çajnë kordonin, duan të heqin atë gardhin metalik edhe të afrohen sa më afër godinës parlamentit të qellojnë deputetët me vezë apo me domate siç e kanë qëllimin. Vezë domate për deputetët që janë në profesione. Nuk lejohen nga ana e policisë dhe më pas ndodh ajo përplasja, por ditën e sotme ajo çfarë ishte element që spikati spraj që përdorni ishte shumë i fortë, shumë efikas. Dishte shumë edhe disa prej protestuesve kanë pasur edhe po them shenja. Me individ, pra nuk ishte vetëm kështu masive, sa pash pak në aty raste. Nuk është se kishin shenja të lehta, po themi, edhe në trup madje u dishte. Kaq sa thot Marigleni këto notat e protestës, do të Meksi, çfarë po na tregojnë apo arrin ato të imponohen dhe kjo që nuk na përfaqësoni, dorëheqje kryeministit, kjo ishte kryefjala. Tani se di domatet dhe vezën duket se u përdorën më shumë për policën se sa për deputetët, se i pash ishin okay kur u futën sallë. Po nuk shoh ndonjë element të ri, është një protestë që vazhdon tashmë prej kaq ditësh, edhe në këtë sens pritshmëritë janë që do vazhdoj prap, nuk duket se do dorëzohen dhe prej faktit që nis muaji gushtit dhe kjo seanca e fundit e kuvendit parashikuar. Nuk shoh asnjë sjellje apo ngjarje shumë veçantë aty, një protestë do thoya deri ku normale për plasje me policinë, për aq kohë sa incidentet janë minore, do të quaja pozitive në sensin që nuk përshkallëzohet. Ky detaj që thot Marigleni që nuk që aq masive, nuk e paqartë përse, po edhe me vapën pak sa dhe vati që seanca e fundit. Ndoshta është dhe normale që ka një rënje të lehtë, le të themi, dhe të organizimit të qytetarëve. Këto vezë domate janë rutinë. Shumë mirë që nuk zgjatesh te kjo se dua ty tek thelbi, se sot është shumë e rëndësishme, bijem dakord seanca. Marigleni më ka lënë të kuptoj disa herë në komunikimet e gjatë këtyre ditëve që pritet të jetë maraton. Tani ne në një perceptim përgjithshëm Marigleni e kuptojmë sepse shohim dhe agjendën, të jetë aty spaku së shpak, të jetë aty institucionet e tjera apo të kalojnë pra të drejtësisë nuk është pak, kështu që çfarë pritet sot. Deri tani sa ndoqja unë seancën se i dash pak prioritet debate pash, nuk është se pash. Po, është kjo pjesa e parë, është pjesa e parë e rendit të ditës që sigurisht deputetët marrin, shfrytëzojnë atë fjalën për procedurë në një farë mënyrë për të bërë pak populizëm dhe flisnin për çështjen e protestës, pra se përse policia po ushtronte dhunë e tjerë. Por ndërkohë edhe u rrëzua kërkesa e Partisë Demokratike, e cila kërkonte për zgjatjen e afatit të Komisionit të Posaçëm për reformën territoriale dhe me forcën e kartonave nga ana mazhorancës, një kërkesë e tillë u rrëzua nga ana e deputetëve të Partisë Socialiste,
Këtu ishte debati në pjesën e parë dhe më pas kur të futën në pjesën e rendit të ditës, nisin edhe diskutimet projekt rezolutat. Mazhoranca jo pa qëllim në fakt ishte vendosur në pikë të rendit të ditës, pra po them të projekt rezolutat, siç e thash edhe në raportim, kishte vendosur avokatin e popullit dhe siç dihet ajo përplasje midis PD-s dhe Endri Shabanit, tentuan kërkonin që PD-ja të kishte një lloj sjellje agresive siç ndodhi në seancën e kaluar, mos ta lejonte dhe kështu të kalonin direkt me njëherë në votim, që t'i bënin shpejt e shpejt, pra pa debat. Kundër përgjigje që kanë marrë në fakt. Është inzare seanca sot në kuadër të asaj se çfarë mund të jetë konkluzion, të konkludojë? Absolutisht, ka shumë pika të rendit të ditës që ngjallin, ka shumë pika të rendit të ditës që ngjallin debat dhe nga të dyja anët ka një lloj strategjie për mënyrën e përgjigjes. Mazhoranca diku kërkon që ta provokojnë edhe opozita të hidhet në atë reagimin e blokimit të foltoreve në mënyrë që të shkojnë në një mbyllje të shpejtë të seancës, sepse nuk e duan, edhe me protestën jashtë, kërkojnë nga ana e mazhorancës ta mbyllin sa më shpejt. Se do të pyes pak Meksin, e ke qartë në analizën tënde bojkotin e seancës me rikthimin e seancës në seancë të Partisë Demokratike? Pra, e ke qartë se na e ka bërë qartë sjelljen, se u duk sikur në një pamje të parë që e bojkotuan për 4 kërkesa të cilat ishin artikuluar dhe nga protestuesit, mbaruan protestat e brendshme, pastaj pamje rikthim sërish të Partisë Demokratike. Marigleni flet për një kurth që të provokohen dhe pastaj të kalojnë ato ligjet ose vendimarrje që unë i cilësova të nxare, por që ndoshta janë çështje politike, logjike që mund të bëjnë subjektet. Analizon dot këtë? Ose ke një qëndrim? Nuk kam një qëndrim, ja. Të duket korrekt sjellja politike në të bërit opozitë? Ka shumë kohë që nuk ka qenë korrekte, që nuk shoh një risi në të sens. Ku ti shërben kjo? Thjesht interesave, do të them personale, do të Berisha dhe kaq. U bë shumë kohë që ai abdikon nga detyrat që kanë në parlament. Ai debati i munguar që kemi thënë kaq herë që duhet të ishte më shumë prezent, për shumë e shumë ligje, projekt ligje që diskutohen në detaje, Partia Demokratike është absente dhe ka zgjedhur kollaj të thotë gjithmonë që fajin e ka Partisë Socialiste. Çka mund të jetë dhe vërtet, por parlamenti është aty për të funksionuar edhe në përmjet debatit konstant, edhe për të njoftuar publikun për tema nga më ndryshme, kanë atë minutazhin e tyre për të folur dhe ta shfrytëzojnë maksimalisht. Në kohë që bëjnë thjesht një aheng shere konstante. Bie në kurth apo zgjedhin për të rënë? Është zgjedhje e tyre, do thoja unë. Mund ta mbanë nivelin shumë të lartë me diskutimet teknike për shumë e shumë çështje. Ka projektligje nga më të ndryshmet që kanë nevojë për debat teknik. Jo vetëm në fazën e konsultimit publik, siç është rasti ky Bankës së Shqipërisë, por edhe më tutje në kuvend. Ata janë munguar, e pam të rasti i dëgjesës për KPP-n, vetëm zoti Koreshi ishte prezent. E kemi parë në raste tjera ku zakonisht qëndrojnë në to debatet Koreshi, Ndoja, Sazimiri, 2-3 vetë të tjerë, pjesa Ina Zhupa është aktive. Një pjesë e mirë janë totalisht, mund thëra, pa hezitim, indiferent. Janë dhe këta që duan të kthehen në parlament, zakonisht janë kundër bojkoteve, të që përmendet pak nësi kemi të kthehen dhe janë mirëpritur sepse ndihmojnë në debatin publik për të mirën e qytetarëve, pa pikë dyshimi. Sa më shumë detaje të fliten dhe të debatohen, aq më mirë është. Edhe nëse Partia Socialiste nuk do të riqet nga stili që ka i të mos dëgjuarit pothuajse kurrë të opozitarëve, të paktën ta do ndihmojnë duke bërë transparencë, po. Se të bëjt opozit nuk është vetëm votë. Ka një model interesant në Partinë Demokratike, për shembull që mund ta përmendim ne. Kemi deputetin, pra ishte zotin Lecka, ishte drejtuesen politik të Qarkull Vlorës. Nuk është asnjëherë, po them në çdo rastet e përplasjes të PD-s, nuk është ai aty të vija e parë e përplasjes. Është gjithmonë tek, po them, te debati thelbësor që ka kërkuar edhe në grupin parlamentar të PD-s, ka qenë një nga ato debatuesit e mëdhenj atë chat grupin në WhatsApp, i cili ka kërkuar që të kthehen më patjetër në komisione dhe në jetën parlamentare, sepse ishin seancat e fundit dhe kishte pika të rëndësishme të rendit të ditës dhe më pas gjeti mbështetjen pastaj edhe të këtyre deputetëve që u përmendën pak më herët nga zonja Zhupa, Tabaku apo
edhe të tjerë Koreshit, të cilët kërkonin që të jenë në parlament të mos lejojnë që të kalonte për shembull ky projektakti i 4 milion eurove, 4,2 milion eurove pa u diskutuar, apo rasti flagrant, do më thënë që edhe deputetet e PD-s ishin fillim në seancë në kuvendin në Komisionin e Ligjeve, pastaj u larguan mbeti vetëm Koreshit e antarët e KPP-s. Tani sot KPP-ja është në agenda apo jo? Se pa është në sot kemi garën për kryetar si do të në fund të agendës është se gara për vendin e kryetarit, për kryetarin e Komisionit të Prokurimeve Publike dhe për 3 antarët. Pritet të votohet, grupi i Partisë Socialiste kishte planifikuar që të mblidhej paraditën e sotme për të marrë edhe direktivën se po them çfarë qëndrimi do mbajnë Partia Socialiste, cili do mbështesin në midis emrave, por për shkak të zgjatjes së konferencës së kryetarëve nuk u arriti që të mblidhe dhe pritet nga momenti në moment në fakt që kjo direktivë të shkojnë, po them, në atë chat grupin e tyre që kanë në WhatsApp, që bëjnë edhe koordinimin nga ana e, po them, kryetarit e grupit e PS-s. Sot zgjidhen, po them, te çështja e kryetarit është ajo, si më thënë, gara më e edhshme, janë të ndarë në fakt në kampin e Partisë Socialiste në 2 grupe deputetet e Partisë Socialiste, një pjesë që mbështesin Enea Hotin për kryetar dhe pjesa tjetër që mbështesin Ismail Sheun, kur raportuan para Komisionit të Ligjeve, pak a shumë kishin të njëjtën eksperiencë pune dhe përgatitje të tyre, por mbetet pasaj se si do t'jetë edhe lobimi se po analizojmë, që është lobimi edhe që janë lexuar këto antarët e KPP-s janë lexuar, po para se të dalim me Meksin të KPP-ja duhet të shkoj pak tek Akshi, Kergjys Agasi. Nuk e di pse sot erdhi sërish në kuvend, po erdhi në formë akuze. Agasi, në mënyrë hipotetike, si emër, ju drejtua në fakt Flamur Noka, ju drejtua Lamallarit për marrëdhënie, përmendet edhe disa emra të tjerë, por që për momentin ishte te Bistria, nuk e di, po të qëndroj pak tek Akshi. Po si është e mundur që, për shembull, çështje të rëndësisë së veçantë, duket sikur nuk marrin jetë, për shembull, në parlament, megjithëse kolegët gazetarët me kësi thonë që hetimet janë shumë pranë fundit. Unë s'di të them se si funksionon, po kuptojmë pak. Nuk kemi informacion në cilën fazë janë hetimet, gjykoj që kanë avancuar, se u bën muaj e muaj, po ta kujtojmë me kujdes hapat e dosjes. Zoti Meqja ka bërë denoncimin e tij diku nga 20 shtatori dhe në 16 dhjetor ne kishim masat. Të gjitha procedurat, të cilat janë hetuar që janë pjesë e dosjes, procedurat që janë hetuar nga ana e SPAK pranë KPP-s dhe Akshit, janë bërë në ato pak a shumë 2 muaj e 20 ditë, që do të thotë puna ka qenë voluminoze dhe do thoja dhe cilësore dhe me shumë shpejtësi. Që në të sens, në muajt që kanë vijuar, pra një 7 muaj, mendoj që do të kenë avancuar. Kemi patur gjatë shkurt marsit, prillit avancime me shtimin e numër e personave të regjistruar si në hetim, bizneset e regjistruar në hetim. Në dijenin time ka një javës kaluar, ka patur një insistim nga zoti Dumani si prokuror, një ndër prokurorët e çështjes në lidhje me kujdesin që duhet të ketë administrata shtetërore në aksesin në të dhëna nga persona që janë në hetim. E kemi të pa konfirmuar, zoti Dumani ka ngritur shqetësimin në nivele shumë të larta të qeverisjes për bizneset aktuale në hetim, pra janë disa nga ato subjektet që janë kontraktor pranë Akshit dhe të tjerave strukturave që janë lidhur me Akshin, për shkak të natyrës punës së Akshit, herpasherë kontrata është me palë të treta, pra me strukturat siç është kolegjëja, me si financa e tjerë me radhë, por i mbikëqyrë Akshit e themi. Këto janë subjekte në hetim e sipër dhe vazhdon të kenë aksese në sisteme shumë kritike, siç është Timsi e tjerë me radhë. Kështu që ka pasur një ngritje shqetësimi të tillë, por ka dhe një lajm akoma të paqartë, është minutave të fundit, dje në gjykatën e lartë është ndjekur në dhomë koshëllimi një çështje e ngritur kohë më parë që ka të bëjë me procedurën e emërimit si prokuror të zotit Bledar Maksuti. Sipas informacionit tim, gjykata e lartë ka dhënë një kolpo serioze dhe ka vënë në diskutim statusin e zotit Maksuti si prokuror aktualisht, nëse kujtojmë ka të bëjë me garën rreth tij dhe zotit Ndini Tavani, prokurori i Policës Tiranës, si prokurori i SPAK-ut. Dhe është akoma pa qartë, sepse më ka ardhur informacione mbi natyrën e vendimit, por kam dyshime se
është vënë në dyshim qënia e zotit Maksuti si prokurori i Spakut aktualisht. Do presim të zbaret lajmi për të kuptuar më saktë çfarë ka ndodhur në gjykatën e lartë. Pra, pa dyshim që Akshi është një dosje e nxehtë, nuk është vetëm emri i zotit Agasi që është problem, se ne kemi shtruar çështjen se policia nuk e gjen, por ta lëm pak zotin Agasi sepse kemi dhënë vlerat të tepërta duke menduar që ka role dhe aksese të mëdha. Po marrim zotin Ermal Beqiri, që nuk është diskutuar asnjëherë si person i lidhur dhe me nën tokën në sensin personal, pra që të ketë mbrojtje. Po ky ku ndodhet? 7 muaj që nuk ka asnjë lloj gjurmë shenje, asnjë lloj thashë themi, pra asnjë vendodhje të tillë. Policia e shtetit në fakt tu, për mendimin tim, le shumë për dëshiruar. Sepse në 7 muaj kohë ky person nuk ka asnjë lloj ekzistencë, as sekonde nuk del në asnjë lloj radari. Nuk kontakton askënd nga firma kjo firma ti vazhdon të operojë. Soft Solution vazhdon të operojë, sepse është aktive për shkak të kontraktave që ka. E administruar nga zyra për katëse shtetërore, por vazhdon të ketë aktive, stafi është i njëjti. Pra, ka shumë paqarta pikpyetje. Dhe mënyra në cilën e bën debatin Partia Demokratike për mendimin tim nuk është as pak konstruktiv dhe nuk çon asnjë produkt, se ata vazhdojnë të akuzojnë çdo kënd Partinë Socialiste në të marrëdhënie. Ndërkohë që zoti Agasi ka pasur apo zoti Beqiri marrëdhënie edhe nga krau tjetër. Pra, janë persona të rëndësishëm botës shqiptare, pra i shkohë sa ishin jo në kërkim, është pa diskutueshme që kanë kontraktuar nga gjitha palët, që të bësh pjesë thjesht se ka një kontakt me dikë është absurde. Kërkon shumë punë për të qartësuar marrëdhënie eventualisht të dyshimta dhe jashtë kuadrit ligjor. Kështu që në këtë sens, do të riqja vëmendjen deputetët e Partisë Demokratike të rezervoheshin në akuzat ndaj çdo kujt që bëjnë, sepse nuk ndihmon. Thjesht i rrit statusin këtyre personave dhe i bën në mënyrë të paprekshëm. Ishte shumë e nevojshme të ndiqeshin me ngadalë hapat ligjor, sa më shumë informacion të saktë, për të kuptuar se si të goditen këta personat jashtëligjshëm pa pikë dyshimi. Që është e nevojshme që ata të goditen, kjo nuk ka asnjë dyshim në optikën time, por të mirën e gjithë strukturave të Shqipërisë. Se si duhet bërë dokone dur dhe domitet e dura. Mbështetja ndaj Spakut në optikën time ka qenë dhe mbetet elementi kryesor që ne duhet bëjmë. Për të avancuar në këtë histori. Qoftë në mbrojtjen e ligjit, qoftë në mbrojtjen të shtetit, siç kam thënë kaq herë që në optikën time kemi të bëjmë me një kapje në shumë dimensione të shtetit. Edhe tek drejtësia, dyshimet janë? Kudo. Prandaj pyetja, ajo që ju përmendët pak më parë që do konfirmoj. Jo, më atë nuk do të them asgjë për intendësinë, se nuk e njoh vendimin detaje, thjesht sapo ka ndodhur. Dhe më këshillimit ka qenë dje, lajmi ka dalë para pak minutash, ndërkohë që ne ishim nisur në transmetim live. Mbetet për të kuptuar qartë çfarë pasojë juridike ka, por në optikën time ka vënë dyshime mbi faktin që zoti Maksuti nuk është më prokurori i Spakut. Ky është leximi i parë që mund ta bëja me shpejtësi, mbetet për të konfirmuar vijim. Ka të bëjë me procedurën në cilën është shëmruar kohë më parë, ka qenë në debat mes tij dhe zotit Ndin Tavani dhe përfshinte edhe KLP-n atë kohë në procedurë. Ta shikojmë si do zbarret me detaje, por nuk duhet hedhë me të dyshime as pak mbi gjykatën e lartë, po thjesht që pikërisht se janë çështje kaq teknike dhe kaq komplekse, ne duhet kemi sa më shumë saktësi në trajtimin e tyre. Thjesht të akuzosh çdo kënd si palë lidhur nuk është zgjidhja e dur. Sepse thjesht i ndihmojmë ta zotrin që të fshihen pas kësaj maskarade të kapjes shtetit. Ne ndihmojmë Republikën e Shqipërisë, publikun në tërësi, buxhetin veçanti si një nga alltat që keq përdoret nga ata zotërinj, duke bërë sa më shumë transparencë me sa më shumë saktësim dhe të personave të përfshirë. Nisër nga diçka çfarë ka ndodhur në Komisionin e Sigurisë para pak javësh, kur raportoi, po them, drejtuesi i Aksikut, DSIK-ja, që e lëshon certifikatat e sigurisë dhe nga burimet që patëm neve aty, zoti Jani ka deklaruar se Ermal Beqiri dhe kompanisë të tij është hequr certifikata e sigurisë, pra që kanë pasur personale dhe industriale në rastin e kompanisë. Doja ta shtoj edhe në formë pyetje tash me Endrin, nisur nga eksperjenca që ka në raste të tilla kur kemi që në mes të një procesi, pra tani është hequr certifikata e sigurisë atyre. Kjo kompani duhet ta zotrojnë më këtë, po them, tender për X shërbim që ka dhënë? Si duhet procedohet në të tilla raste? Mariglen, prishja e kontratave të lidhura është shumë komplekse dhe kemi trajtuar disa herë. Dhe i mbetet si përgjegjësi finale autoritetit kontraktor, cili do qoftë ai Akshi apo dikush tjetër. Një rol ka dhe APP-ja në mbikëqyrjen e kontratave, por nuk besoj se deri më sot ka shkuar ndonjëherë në prishje kontratave me nismën e saj.
mbetet juridikisht debat më vete është më kompleks. Çështja që kemi në pamje të parë, kur ti thua që hiqet certifikata, na kujton atë procedurën e përmendur të muajve maj, qershor, korrik 2025, në të cilën nuk ju dha mundësia për të shkuar në lidhje kontrate, Bashkimit të Operatorëve ABS Datalog, sepse ju hoq certifikata e sigurisë njëri nga operatorë ekonomik të rast Datalogut, gjatë kohës që ishin shpallur fitues, dhe Aksigu njëftoi Akshin që kjo shoqëri nuk ishte më certifikatat e nevojshme të sigurisë për stafin e saj. Kjo çështje u dërguar në KPP nga ana e operatorëve që ju hoq mundësia për të nënshkruar dhe ata e morën kontratën. Pra KPP-a në korrik vendosi që duhet firmosnin pavarësisht se ishin cënuar në detat e tyre në momentin pas njoftimit fituesit. Sepse kishte të tjerë punëtorë që kishin të drejtën. Pra do parë me kujdes i sheshur shoqërisë apo hiqet stafit dhe ka Bashkimi i Operatorëve staf tjetër nevojshëm për të arritur. Pra fakti që mund t'i teqë soft solution do parë rast më rast sa e cënon kontratën. Dhe është përgjithësi finale që mbetet autoritetit kontraktor. Le të themi Akshit në shumicën e rasteve, por jo detyrimisht do Akshit. Dyshimi që unë kam, informacione që kam ngritur nga zoti Dumani, ka të bëj jo thjesht me detaje teknike të natyrës ligjore, pra nëse kanë e s'ka një certifikat. Ka të bëj me të faktin që të janë persona në hetim, pavarësisht hetimit s'kan mbaruar, janë pothuajse qartasi me një status agravues të themi për veten e tyre, pra është pothuajse provuar çdo dyshimi që janë fajtor për veprat që po akuzohen, janë persona që kanë dëmtuar shtetin, buxhetin, konkurrencën e lirë, kanë bërë pjesë një pjesë mirë në punëve shtetërore që janë përfshirë, dhe këta vazhdojnë të kenë akses në sisteme të dhëna shumë serioze. TIMSI është një për tyre. Dhe në këtë sens, red flagu për quajmë flamuri kuq që ngrin zoti Dumani është për të marrë shumë seriozisht, sepse është mënyra në cilën ta zotërin po mbrohen fatikisht duke shantazhuar gjitha palët. Është kjo që kemi thënë. Pra, ta kanë ca aksese të veçanta, me këto aksese që kanë vazhdojnë kërcënojnë indirekti çdo strukturë të mundshme shtetërore, por të mbrojtur. Përfshirë tu dhe sistemi i drejtësisë, pse jo? E ke qartë tani pse? E kam qartë, po si qytetar, do doja që t'ishin masat pak më të shpejta, se tashi neve kemi lexuar botërisht se është bërë si postulata e që thoshte Ermal Beqiri tregonte Ergysak Gasit. Nuk janë asgjë shifrat që kemi neve të tendrat që merrin në krahasim me pasurinë që kemi me të dhënat. Dhe thua pse këto të dhëna janë sot po tash duke hequr certifikatën e sigurisë atit apo po them industri kompanisë, edhe me red flagun që ngre ish kryeprokurori i Spakut, sigurisht të dhënat tona tash e pam edhe se si të dosja tjetër se si tjetërsoheshin pronat, ka shumë element që cënohen qytetarët në drejt për drejt, edhe kjo pastaj të krijon pak një lloj shqetësimi që në të njëjtën mënyrë si shqetësohemi ne si qytetarë, duhet të shqetësoheshin edhe institucionet që mbase duhet të vepronin ose të bënin edhe transparencë, të jepnin pak më shumë sqarime në këtë. E kuptoj. Dhe unë, me që jemi tek prona dhe pastrimi i parave, do të kalojmë në një tjetër çështje që duket se po merr zë dhe do të jetë kryefjalë. E patëm ngritur ne këtu çështjen e noterëve, po tashmë fatmirësisht duket se po shkon edhe në komisione, po referoj atë se çfarë tha Ndoja, që duhet të nisi për pastrimin e parave hetimi pikërisht nga zyrat notariale. Në perceptim, zyrat e noterëve janë të paprekshme. Janë të paprekshme, në kuptimin që edhe kur cënojnë qytetarët mund të hedhë i ndërtuesin ai në gjyq, por noterin e di që në fillim që e ka betejë në humbur. Është ende e paqartë se kush duhet të jetojë, jurisdikcioni i përgjithshëm apo SPAK, meqense kohët e fundit kanë dalë disa lajme që lidhen drejt për drejti me dosje të cilat janë në pastrim parën SPAK, lind pyetja e madhe, a vepron do SPAK apo jo? Megjithatë ta marrim nga fillimi, nëse ke komunikuar me këto deputet, si mund të maksimizohet ajo që tha deputeti i Partisë Demokratike Arja Ndoja? Që pastaj çështje teknike të pyesim pak atë zotin Meksi. Shko, fillimisht mund të nisin administrativisht edhe Ministria e Drejtësisë. Kush e jep licencën në fundit? E pyetëm dje, besoj na ndoj që e pyetëm ministrin. Pranoj që ka probleme dhe ka detyrim juridik ta bëjë transparent. Po, ka disa muaj që thuhet kjo. Dhe noterët nuk janë të pafundëm, sepse kanë kufizuar licencat. Sigurisht mund ta kishin bërë një vetting të tyre dhe në vend që të vënë të marrin miliona qytetarë të cilët bëjnë transaksione, shkojnë tek ato te ai numri kufizuar i noterëve dhe e kishin bërë atë filtrin e qartë. Ai noterin e zëvendëson, po puna është kush e heton se prona ime e jotja e tjetrit ose dikujt që ose transaksione parat janë futur nëpërmjet këtyre
kompanive dhe formës ligjore. Po përmes noterëve neve zbulojmë shumë skema. Kemi shkuar as tek pezullimi apo tek masat administrative, jo më tek hetime. Këtë po kuptojnë analizë. Kanë qenë shumë sporadike rastet që ndërmarrën, ndërkohë që roli tyre në gjithë këto operacione është shumë i madh. Pra do duhet të ishin më vigjilentë dhe prandaj u përshëndet dhe u pasi një sugjerim mjaft i mirë ai ish prokurorit Ndoja, deputetit PD-s aktualisht, sepse e vendosi gishtin në plagë, si më thënë, shkoni te noterët direkt, keni aty keni lehtësisht të kontrollueshëm këtë pjesë, se sa të shkoni të gjurmoni te qytetarët apo edhe te bizneset. Te bizneset të shkoni përmes noterëve, është shumë e thjeshtë. Kjo është një lloj zgjedhje që mund të jap drejtim shumë shpejt gjës, me pak impenjim, për mos thënë pastaj që edhe në Tiranë apo edhe në këto hot point-at, pikat e kuqe të noterëve edhe dihen se kush janë, kështu që edhe strukturat shtetërore kanë të qartë dhe mund të orientohen direkt në fillim nëse ka vullnet. Unë kam përshtypjen e shoh pak te mungesa e vullnetit të institucioneve shqiptare të mos vepruarit. Duket si çështje teknike, duket si e paqartë, pra sepse ne kërkojmë informacione, ministri thotë që po ka probleme, e pranon dhe kemi drejt ligjore të bëjmë transparente, ndoshta po e paragjykojmë, po nëse ka javën tjetër një konferencë, edhe mund të kuptojmë nëse do bëhet ose jo transparente, ose nëse për shembull Besmir Pula i ka çuar një email kuadër të informacionit dhe i kanë kthyer përgjigje. Pyetja kush i heton me kësi noterët sot? Nëse flasin një plag ose një problem aty që... Reagimi i zotit ministër Gogu në të rast, ka ardhur padyshim dhe si pasoj të thoja e dosjeve të muajit qershor, ku çështja e pastrimit parave ka dalë pak a shumë në pamje të tërëve, nuk fshihet dot më, nuk mund të thotë askush më që këto probleme ekzistojnë dhe janë serioze, dhe roli noterëve në këto dosje është i qartë që ka një peshë serioze, le të themi. Ko më përpara, në 20 janar konkretisht, ministri atëhershëm i drejtësisë Lamadari bënte një postim në Facebook, ku ai njoftonte rezultatin e një 3 mujori inspektimesh të bëra pranë noterëve të ndryshëm në territor dhe njoftonte disa masa administrative, ku i jepte vetëm me numra. Ne i shkruajtëm nga këtu në MCNTV, ministrit, i bëm pyetje konkrete kush ishin noterët e ndëshkuar në masat e ndryshme që ai kishte referuar. Po, dhe Ministria e Drejtësisë nuk na u përgjigj më saktë me 3 faqe juridike detajesh, në të cilat ata shprenin pamundësim për të dhënë emra, duke qenë se janë të dhëna private, etj. Praktikisht nuk u përgjigjen për asnjë nga emrat e ndëshkuar. Pra publiku nuk mund të informohet cilët janë noterët problematik, të cilët gjenden përpara përgjegjësisë administrative, masat ishin të ndryshme nga gjobat deri nëse nuk gabojmë 2 heqje licence. Kjo është shkesa e Ministrisë së Drejtësisë me të cilën ata na janë përgjigjur. Të tilla raste kemi disa që nga muaji gusht 2025 ne kemi ndjekur si redaksi disa çështje që kanë bërë me noterët dhe në tërësi fokusi i Ministrisë së Drejtësisë ka qenë fshehja e dhënave. Pra në këtë sens, dalja e para 2 ditëve nga rjeshta, do themi, e zotit Gogu është shumë e mirëpritur dhe shpresojmë të vijojë në vijim. Atëherë këta zotërinë përpara kanë shkelur ligjin. Logjikisht po, na lejo ta themi këtë. Ne kemi një rast ku, nëse s'gabojmë, ka qenë sekretari i përgjithshëm ose zoti ministër, zoti Kliti Kallamata, ai mbron konkretisht një noter tek një qytetar që i kërkon ankesë. Qytetari ankohet përse është aksesuar një pronë e tij dhe bën një aplikim në emër të tij pranë kadastrës, pa qenë ai fare prezent zyre notariale Kongoli në rastin konkret, dhe Ministria e Drejtësisë bën dhe mbrojtjen e noterit. Mbrojtja bëhet në letër duke referuar çfarë na ka thënë noteri. Pra personi i përgjegjës i Ministrisë së Drejtësisë është tip referuesi, po themi, i përgjegjës noterit. Nuk bën inspektimin e vet, nuk sheh ligjin, ai takonte ky akses në dhënat personale të qytetarit, por thjesht thotë që noteri na ka thënë se, po ta them edhe në ty, që është një sajesë e tmerrshme në këtë këndvështrim. Pra, nëse zoti Gogu ka thënë se po bëjmë ligjin, shumë mirë, ta filloj ta shikojmë ata që e kanë shkel ligjin përpara, se i bie të marrin në çështje zotin Llamallarin këtë rast, apo të zotin Garon Ibrahimi që ka kthyr përgjigje më MCNTV-s ku thotë nuk do t'japim dhënat. Mbet vetë parë. Tani, çështja e noterëve është specifike sepse noterët nuk janë subjekti i SPAK-ut.
Pra do shumë kujdes kur themi kush do t'i jetoj. Që të jetojnë në sensin e SPAK-ut do jetojnë vetëm nëse bën pjesë një grupi strukturuar kriminal. Pra nëse ata shihen... Dalin si pjesë e dosjes me bashkëpunim me grupin e strukturuar kriminal? Po do punë për të mbritur të një akuzë të tillë. Për momentin të akuzat që kemi në qershor nuk rezulton diçka e tillë. Janë persona të përfshirë në proces, si mund të jenë avokatë të ndryshëm. Rekomandimet që kemi cituar më përpara të strukturave task force-eve të Manivalit për pastrimin e parave, për parandalimin e pastrimit të parave të pista, e qarta si thënë që si avokatët, si noterët i kanë njëjtën pikë, duhet të kenë shumë kujdes në veprimtarinë që bëjnë, sidomos në ato që quhet sensi ekonomik i veprimtarisë. Pra, në kontratat që redaktojnë dhe që më vonë noterizohen, ku nuk kanë sens ekonomik. Dhe unë kam vënë duke këtu kontratat e dhurimit si të tilla. Sidomos pastaj dhe lëvizjet e çmimeve, ku janë pa logjikë ekonomike, se do thotë që mbulojnë një tjetër qëllim të transaksionit. Në këtë rast, avokat dhe noter bëhen bashkë si palë, një farë mënyrë pjesë e grupit strukturuar kriminal, po do punë për mbritë e SPAK-u. Zoti Ndoja, të që thoshte më para Marigleni, flet dhe si eksperiencë e prokurorit, pa pikë dyshimi, sepse nuk imagjinoj që mos të pasur një rast hetimesh për noter gjatë karrierës tij si prokuror, dhe në Tiranë ka sa të dush të tilla, ku prokurorët në formë konstante pushojnë dosjet e noterëve. Ktu nis problemi, qytetarët i denoncojnë për shkelje që ju kanë bërë, shpesh herë nuk kanë këshillimin ligjor, nevojën e duhur të ekspertizës ligjore për të vënë shpatlla pas murit si noterin, si prokurorin, dhe prokurori arrin të gjej mjetet e duhura, mënyrën e duhur të interpretimit për të kërkuar pushimin. Gjykata vijon me rathllokun e vet pranoi pushimin. Ne kemi 2 raste të tilla të një prokurori i Tiranës, zotit Arjan Përmeti, me rastin e zotit Kongoli, që unë konkretisht në rolin tim të drejtorit ekzekutiv të MCTV-s, po kaloj për padin ndaj prokurorit, jemi duke përgatitur tekstin, në prokurinë e Durrësit bëhet në të rast, sepse nuk mund të bëhet në prokurinë e Tiranës, po do ta kryejmë padin për shpërdorim të tyre. Në optikën tonë dhe të avokatëve që na përkëshillojnë, ky prokuror me pushimin e çështjeve në fjalë ka shpërdoruar detyrën. Pra, i ftoj dhe qytetarë të ndryshëm ta ndjekin të lloj rruge, mos dorëzohen përpara shkeljes së ligjit dhe mungesës së drejtësisë për shkak të detajeve komplekse teknike që shpesh herë mbartin këto lloj çështjesh, me qetësinë dhe ftohtësinë e duhur të vijojnë përplasjen në rrugë ligjore. Deri në fund betejë më shumë se përplasje. Është betejë përplasje, quhet çfarë duash, është një luftë për një Shqipëri më të mirë, duke qenë se këta njerëz në formë konstante shkelin detaj ligjet të fshehur pas petkut të ligjit. Këtë gjë bëjnë. Dhe kur ne themi që detyrimisht do të merret SPAK-u është gabim. Konkretisht noteri Kongoli që ne kemi akuzuar në sa rubrika të emisionit Xhadat, na ka përcjell dhe një ankesë pranë Amës, ku ai ka vënë dukje, ka evidentuar fatin që nuk është në hetim nga SPAK, por nuk është thënë ndonjëherë që ai është në hetim personalisht nga SPAK. SPAK nuk heton persona civil, se ata kanë zyrën notariale. Në rastin më të mirë mund të hetojë zyrën notariale, por nuk është asnjë subjekti i SPAK-ut, asnjë se ka thënë, ka pasur kontrolle për shkak të faktit që ka qenë dhe mbetet në noteri kryesor zotit Shtufi, dhe padyshim zyrat ishte kontrolluar për të marrë dosje. Te keni thënë publikisht, po. Dhe kjo ka ndodhur gjatë muajit qershor, por këtu nuk ka asgjë të re. Lajmi pardje ishte që është kontrolluar dhe AZT-ja, dhe janë marrë një tuftë dosje. Është normale që në procesin e hetimeve që kanë të bëjnë me dosjet e famshme të shkatërimit të pronës private dhe asaj shtetërore në jugun e Shqipërisë, dhe jo vetëm, po dhe në Tiranë, do të vijohet nga SPAK me sekuestrime dosjesh dhe hetimet përkatëse të shohim ku të dalin dhe çfarë do të dali, çfarë do të rrjedhë. Ka shumë punë ida për të mbritur në raste konkrete ndëshkueshmërie finale që do ishte heqja e licencave apo pizullimit tyre i përkohshëm nga ana e Mjedisisë. Ligji për noterim parashikon që inspektimet i bën Mjedisisë, por masat i merr një bord disiplinor që është një strukturë tjetër komplekse. Pra ligji është bërë dhe paksa për t'i dhënë një farë petku mbrojtës të kaluar në sa më shumë filtra këtyre strukturave. Jo, tani këto në këtë konceptim janë paprekshëm. Jo, nuk janë paprekshëm, absolutisht jo. Jo, nuk janë, ja këtu jemi, po i trajtojmë, duan kohën e vet, por shumë mirë që ka qytetar që i denoncojnë, shumë mirë që ka çështje që bëhen nëpërmjet informacionit publik dhe pjesë e debatit në media, dhe pak nga pak të trajtohen. Nuk është diçka që mbyllet në një ditë. Do nerva, dhe të vijojmë me punën, kaq. Siç thanë, dosja akte është më komplekse, prek çështje shumë të rëndësishme që janë dhëna të gjithë qytetarëve dhe po merr kohën e vet, sepse do kohë. Por te dëshirës sonë, ne nuk jemi në kinën socialiste, ku vendimet merreshin për një ditë. Do kohën e vet, do mbrojtur dhe deta palëve të sënuara, kanë ata avokatët mbrojtës, kanë ata procedurat e tyre, me qetësi mbrohet. Këto pikpyetjet që ngrihen, Andre, edhe nga qytetarët, edhe nga njerëzit,
të fikste rastet që përmendëm më përpara, që ka shpeshherë që prokurorët pushojnë çështjet e këtyre që i konsiderojnë deri diku palë, kolegë, dhe kjo mbrojtja për qytetarët që janë pak më të thjesht, nuk kanë atë kohën, kanë edhe po them insinuime të tjera, nuk e përballojnë dot, domethënë, dhe pastaj ata mbeten me avokatë. Mariglen, të kallëzojnë prokurorët, të ftesi bëj qytetarëve. Rasti prokurorit Përmeti është shumë interesant, sepse gazetari Karaj Ersidi e ka dhe të intervistuar kur ai thotë që nuk e njoh noterin. Ndërkohë që ka pasur hetime për një periudhë 5 vjeçare. Ja ka zgjatur hetimet pandalimisht. Për një çështje shumë të thjeshtë, teknikisht, që verifikimet për katse bëhen për pak ditë nëse do t'i ndjekësh. Ka marrë 3 vite kohë prokurori Përmeti për caktuar një ekspert për verifikuar 2 vula 2 firma. Është e qartë fare që aty ka një përplasje interesash. Nuk na takon neve dalmi në vendimin se jemi gjykat, por qytetarët të vazhdojnë të kallëzojnë dhe prokurorin të rast. Unë jam shumë dakord që prokurorët bëhen palë në shumicën e rasteve dhe i pushojnë çështjet, nuk pushojnë çështje shumë të thjeshta për fajin e qytetarëve dhe i tërheqin zvarr në procedura ligjore, pushojnë çështje më të rëndësishme. Kjo është situata në cilën jetojmë. Qytetarët marrin kurajë të marrin këshillimin e duhur ligjor për të vijuar përplasjen, betejën, thot Aida me drejt, në rrugët e drejtësisë, nuk ka tjetër formë. Kjo është një gjë, por të heqësh ose të tentosh të mos kërkosh një lloj informacioni nga Ministria e Drejtësisë, ku noterët janë pra pjesë e strukturës organike dhe që duhet ke këtë mekanizmin kontrollues, dhe ne jemi duke folur ende na japin apo nuk na japin informacione për veprimet që ata kanë bërë, për gjobat që ata kanë vendosur, për masat që janë marrë, është në kushtet e frikshme. Ata duhet të kenë marrë masa, kanë funksionuar këto institucione, apo ne duhet ta bëjmë si gjithë pranueshme që po, noterët, siç e nisa unë bisedën, janë të pacënueshëm. Nuk janë të pacënueshëm, janë të fshehur pas një strukture komplekse ligjore. Kujtoj me kësi që me formë ligjore vendosin fatin e pronave e çdo lloj veprimi që bëhet që nga ai më i thjeshti kur të jep një prokur për dalë me fëmijën jashtë, si pasojë e familjes, e deri tek trashëgimia që ti mund t'i kesh për t'i lënë fëmijës djersa puna, e deri tek pastrimi parave. Se unë nisi këto hallkat e vogla. Nuk janë të paprekshëm, insistoj që mund të preken që të shkeme të, duhet punë sepse janë të fshehur pas një strukture komplekse nenesh dhe strukture komplekse inspektimi pra Ministrisë së Drejtësisë, ku inspektorët, por nga rastin rast do të trajtojmë me emër e mbiemër personat e veçantë që dalin për të sqaruar sa më qartë rolin e nuk e thash në asnjë moment. Jo, nuk përkon njëri burg për askënd. Unë po them këtë. Përkojmë zbatimin e masave ligjore. Kjo struktura që në Ministrinë e Drejtësisë, a funksionon? Do ta nxisim të funksionojë. Dhe nëse funksionon, Mariglen, ka ndonjë raport si ka funksionuar, sa masa, sa gjoba, pastaj kuptojmë dhe si shkojnë këta për ndjekje penale, nëse do të shkojnë ndonjëherë për ndjekje penale. Ata shfrytëzojnë mitin, Aida, që kanë krijuar, ja për shkak se qytetarët i konsiderojnë... Jo, një sekond, qytetarët i konsiderojnë kështu si të paprekshëm, i bën edhe raportimet her pas here që i nxjerrin në media pra se janë të paprekshëm, kanë shumë të vështirë të dënohen. Kjo dekurajon edhe deri diku qytetarët që ti denoncojnë edhe të çojnë përpara këto. Por në të vërtet, në qoftë se insistohet edhe denoncohet... Heqe, unë po të banalizoj fare. Heqe nga trungu për të marrë ca prona në përkatunet e Tiranës. Ndryshime, trashëgimie, këto janë ato që dalin për ditë, nuk është se po i them unë. Dalin për ditë dhe çdo familje shqiptare i ka diku në i cep aty. Në mos i ka rënë vetë, i ka rënë të afërmit. Dhe pastaj flasim për një paqartësi për mënyrën se si funksionon dhe nuk e dim ende, pavarësisht se me kësu përpoj që ta sqaronte se çfarë ndodh, dhe folim me raste konkrete, ne nuk e dim ende kush i heton dhe se si hetohen. Ndërkohë, ne nuk dim ende se sa prej tyre është heq licenca. Për çfarë është hequr, për çfarë është penalizuar, kur i është bërë auditi, sa audite në vit kanë bërë, sa kontrolle, sa ndjeshëm janë ndaj deklaratave publike, ndaj shqetësimeve të qytetarëve. Prandaj them unë që përmbajtja ligjore është një gjë, po a mund të funksionojë Ministria e Drejtësisë në bazë të strukturës që ka? Nuk ka patur, kanë qenë, po them, të mirë besuar nga, po e marrë në rastin më të mirë nga institucioni. Dhe ligji ka bërë edhe diçka akoma që i bën deri diku mbretër, sepse është kufizuar, nuk jepen më licencat të tjera notariale, pra që dikush tjetër të kryen këto veprime, dhe po ashtu të drejtën e trashëgimit të licencës së noterit.
Këto në këndvështrimin tim janë problematika, sepse ka vende jashtë shtetit që këto i bën edhe një zyre thjesht, veprimin që bën këtu, shumë veprimin që bën këtu zyrat e notarive. I është dhënë një lloj pushteti, por po them prapë që nuk duhet të jemi në atë që edhe ne t'i stimulojmë që t'i mbrojmë t'i japim një membranë mbrojtëse. Janë të denoncueshëm, mund t'i ndjeki prokuroria, është e vërtet. Jo, e bëjnë qytetarët Toni Gogun, ministrin e drejtësisë. E bëjnë qytetarët të institucionet dhe ne si media kemi detyrën që edhe t'i raportojmë problematika dhe skandalet që ata bëjnë. Kanë rol shumë të rëndësishëm në këtë akuzën publike të madhe të ngritur për pastrimin e parave, se sigurisht çdo transakcion që bëhet nuk bëhet pa kështu. Kur neve shohim agjencinë, një sekond, kur neve shohim agjencinë e real estate-it që metri katror është me 7.000 euro, te kontrata notariale nuk mund ta shohim me 1.800 euro. Kupton? Po them në këtë rast. Se nisëm me analizën politike, nuk e di nëse regjia më ndihmon, do ta ndryshoj pak temën me kësi. Absolutisht. Lutem se nisa me çfarë duhet jetë në parlament, nisi me një standard politike dhe pastaj thellohemi ose më surprizoni me këto informacionet e minutës fundit. Doja të videon e Agronshejait, po e sjell në vëmendje sepse ishte si element që mënyra se si është trajtuar. Tani para se ta komentojmë, i takon të Agronshejait ishte sot në kuvend apo jo, si është procedura? Se ka qenë i dënuar, ai ka qenë i dënuar me 30 ditë. Por interpretimi që bëjnë në parlament AIDA është nëse janë 30 ditë punë apo 30 ditë kalendarike dhe shpeshherë kjo ka qenë një lloj, po them, përplasje që bëhet edhe kur kanë qenë deputetët e Partisë Demokratike dhe tani me Agronshejin. Sigurisht zoti Shejai ka kërkuar që të futet në seancë parlamentare për shkak se është në seanca e fundit. Nëse bëjmë llogaritjen me ditë kalendarike, zoti Shejai i ka mbushur këto 30 ditë. Nëse bëjmë llogaritjen me ditë pune, pastaj nuk i ka mbushur. Këtu jemi në prekje fizike, me këse si duket kjo. Kishte bërë një reagim, unë se di a ke pat kohë apo jo, se ti zakonisht dallosh te këto çështjet e tjera që janë më teknike, ke aftësinë e tyre për të. Nuk e kam parë, po mendoj që zoti Shejai në rast se ka shijuar shumë të reklam për të është. Si dhe aty është e gabuar pa pydyshimi, kjo dhuna e kot shoqërimi i forcuar i tij më duket shumë i tepërt, se nuk është person që krijon probleme në asnjë lloj forme. Ka qenë gjithmonë. Ta bllokon ai foltoren e kuvendit. Okej, po shiko, sapo tham para sa ka gjysë ore që mungon debati dhe në këtë sens debati i zotit Shejai është më së i mirëpritur. Për te çdo gjë. Denoncimet mendon? Absolutisht që po, absolutisht që po. Të bërit opozitë? Absolutisht që po. Opozita ka nevojë për zë dhe një nga ato zëra është zoti Shejai. Nuk ka asnjë dyshim të sens. Pastaj ky debati ditë kalendarike apo ditë pune, fakti që dhe në një instancë si Kuvendi i Shqipërisë nuk jemi të qartë ta ndajmë, mendoj pak vetë çfarë ndodh në gjykatat administrative, që të merri vërtet. Kështu që nuk di ta them, se nuk e njoh as rregullorin e kuvendit as ligjin të rastit të them nëse qëndron apo jo, por okej. Jo, po kujton tjetër gjë, 8 orë punë apo 8 orë në punë. 8 orë punë ka qenë dikur apo 8 orë në punë. Është interesante kjo. Glen, si ka reaguar Shejai apo ashpër? Ja, si e shohim në këtë video, sigurisht ka tentuar fillimisht që të futej, të çante këtë kordonin e gardës që ishte vendosur te dera. I erdhën në ndihmë edhe deputetët e Partisë Demokratike duke i kërkuar gardës që ta lejonin në fakt një lloj aleance opozitare këtu që tentuan që të futej, por sa isha unë aty të paktën në parlament, nuk arriti që të futej. Dhe sigurisht, po them, nuk shkojnë një parlament, është në tepër përplasja gardës. Garda aty duhet jetë për sigurinë e deputetëve të ligjvënësve. Dhe sigurisht, zoti Shejai, nëse do futen në atë sallën e parlamentit, kalon atë check-inin aty që konfirmon që nuk ka as thik, as armë, as plumë, as gjë më vete. Të tjerë pastaj janë burokraci që i bezdis zëri i tij apo ajo e folura nga vendi edhe kur s'ka radhën për të folur, është diçka domethënë arrogante.
Dhe për të rikthyer Mariglan ty ku e nisëm, çfarë do të presim sot? Kush është pika më interesante në zhvillimet brenda seancës që u ndërprej vetëm pak më parë me akuza të forta, retorik politike që ktheu në fakt PD-ja? Shiko, të gjitha janë, po them, pa ndonjë relevancë të madhe në aspektin e vendimare, sepse askush nga neve nuk beson që Partia Socialiste do votoj kundër vendimit të aktit normativ të qeverisë, pra për të hedhur poshtë akti normativ për t'i dhënë 4.2 milion euro Kenya Westit. Nëse kjo do të ndodhte, atëherë do të ishte një precedent i fortë dhe do të përbënte një lajm të madh. Në të tilla kushte, kur nuk kemi një gjë të tillë, i vetmja pikë e rëndit të ditës që shfaq interes dhe do jetë me vendimare, është pika që bën fjalë për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Prokurimeve Publike dhe të antarëve. Më the pak më parë, nuk e di nëse kuptova gabim, edhe atë gjë e zoti Meksi, thej që në grup nuk ishte shkuar ende qëndrimi që do të mbaj partia për emrin e kryetarit dhe nënkryetarit. Kështu. Ndërkohë, nuk e kemi përjashtuar edhe më herë, dorën dhe lajme si ishte paracaktuar. Pra, ku përfshirës Ulsi Manja, kreu i Komisionit Ligjeve. Shiko, ka qenë lajmet e para këto. Po i shtoj këtë që thej që si ishte në grup. Pra, të gjitha ato çfarë janë përfolur, bëhet fjalë për kryetarin e KPP-s dhe dy kandidatët më potencial. Morën vesh gjë kush do të jetë me burime. Akoma që kanë qenë më i favorizuar nga shumica e deputetëve që kanë folur është Zoti Ismail Sheu, ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, kur ka qenë Zoti Manja. Dhe kjo është një arsye dhe më bën një interpretim tjetër në fakt edhe nga deputetët. Para pak javësh, deputetët e PS-s, para pak javësh në Kuvendin e Shqipërisë kishte kaluar jo me shumë zhurmë edhe bashkëshortja e zotit Ismail Sheu, e cila kandidonte për antare bordi në Bankën e Shqipërisë. Dhe Partia Socialiste e kishte rrëzuar, fillimisht e kishte shtyr me 2 javë për ta votuar, e ndarë nga grupi tjetër, dhe më pas... E këtë e marri si një simat se ka pos kanë bështetje ai? Jo si një simat, se por si një... Konflikt, më dysh probleme në një kohë shkurtër, dysh probleme, po. Se po e thjesht zoje, jo se se kuptoj. Shiko, s'di të them, sepse të dy kandidatët janë persona të administratës socialiste në pozicionet të larta, e zoti Hoti është një drejtor në një departament të Këshillit të Ministrave, pra nuk është se njëri apo tjetri kanë më pak rol. Kështu që t'ja lejmë vendimarrjes së sotme janë në kuvend. Po njëri prej tyre nuk do të jetë as në kryetar sot, Hoshi, nuk e jep mundësinë. Duke mos qenë antar, nëse nuk bëhet kryetar, zoti Hoti del nga gara totalisht. Por në kryetari nuk është se zgjidhet nga kuvendi. Tre antarët zgjidhen nga kuvendi dhe kryetari. Në kryetari catot më vonë në mbledhjen e parë që do bëjnë grupi i ri, le të themi, i KPP-s. Të vijojnë procedurën, në fund ditët do ta dimë se do kemi mbaruar votimi dhe ditët që vijojnë do ta komentojmë përsëri. Për momentin është e tepërt sepse nuk është vendimarrje e grupit socialist dhe kaq. Ja lejmë aty. Edhe antarët sot pensojnë që struktura kanë përshtypjen. Janë edhe antarët, po aty janë 20 kandidat në mos gaboj për 3 vende vakante që duhet të zgjidhen. Ishin të paktën 3-4 antarë që kanë goxha eksperiencë. Edhe nga dëgjesat që u bën, treguan le themi edhe në një farë mënyrë të qenin komod me tematikat e pyetjeve që u krijuan. Edhe ka dhe disa të cilët janë të implikuar, ose kanë drithije të tyre. Po flas për të rinj, po supozoj që të vjetrit nuk do jenë, po nuk e dim çfarë do ndodhi, të shohim. Kështu që mbaroj ditët sotme do kemi rast të analizojmë përsëri, duke qenë se çfarëdo që themi sot nuk ka asnjë vlerë më. Vendimarrja drejtës së realisht i takon institucioneve. Ndërkohë unë po ju falenderoj. Faleminderit Meksi. Faleminderit Mariglan. Ndërkohë faleminderit ju që na ndoqët. Nesër si zakonisht jemi në orën 10.